Mario për të nisur me njëherë për realizimin e recetës së ditës, një propozim që do të vi për të gjitha anvisat që na ndjekin çdo ditë në ekranin e televizionit shqiptar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë do gatuajmë sot? Sot do gatuajmë bërxoll qingji me susam, patate belge. Mirë, Sula, mirëmëngjes Sula. Se ankohë është që nuk të flasim e nuk të thrasim. Mirëmëngjes Sula. Mirëmëngjes Radio Televizioni Shqiptar. Mirëmëngjes. Dëgjoj tani. Receta është shumë e mirë, po nuk është për mua. Pse? Ja, nuk është për asherë. Nuk e do sojen ti, salsa sojes. Jo, më pëlqen shumë salsa sojes, po nuk është për mëngjes, jo. Ti e di, unë jam ke peshku tani, jam me dietë me gjëra, por është fantastike për producente. Për Enianin, është fantastike, ajo ha mish që me mëngjes. Edhe mish njeriu, jo më kështu, mish ashtu që se ka problem hiç fare. Nuk të beson njeriu. Hajde. Çfarë na nevojitet për ta realizuar recetën? Bërxoll qingji 200 gram, pomodorini, susam, salcë soja, patate belge, gjallë, krip, piper, vaj ulliri. Mirë, nisim një herë? Atëherë, nisim me skuqen e bërxollës. I vëmë pak vaj? Pa, pak vaj. Pak gjallë. Pak gjallë. Herë. Dhe ndjesë se këto të shkëria. Bërxollën dhe skuqin vetëm pak këtu, pas të da kalim susam, edhe da kalim 10 minuta në furë. Në furë, me. Kemi hapur dhe furën? Po. Presim qik djesa të shkri kjo që... Patatet i kemi të zira ndërko? Po, se arrova ta them që patatet për efekt kohë do t'i zim për para. E zim për para. Po kemi parasysh se këto janë shumë të vogla dhe zihen shumë shpejt. Maksimumi 10 minuta janë gati. I vëmë bërxollën? Vëmë bërxollën. Edhe pak krip. Sot që ti nuk do të konsumosh nga receta që do të bëj Mario Sulo, sot pas ka mish për të tërë. Edhe pak mente. Pas ka dhe mente, mirë. Pas ka dhe mente, mirë. Po, për shije më shumë. Për aromë? Për aromë. E lim djesa të skuqet, pak, edhe pak nga krau tjetër, pastaj da kalim të susami. Pastaj në furrë, për 10 minuta. Gjithmonë ta kemi parasysh që për pjekën, gjithmonë më pëlqet ta kem medium, me gjatë. Qartë. Kurse pastaj varet nga klienti, sugjerimi është vetëm për pastaj në varësi të preferencave që mund të kenë klientët. Është shumë e qartë, ata që i gatuajnë. Falenderojmë Supermarket Xhangolli, ndërkohë Supermarket Xhangolli mundson të gjitha produktet me të cilat ne gatuajmë këtu në kuzhinën tonë, të gjitha produktet që ju shihni mbi tryezë janë të mundësuara nga Supermarket Xhangolli. Dhe Supermarket Xhangolli ofron çmimet më ekonomike, por gjithashtu ofron edhe produktet me një cilësi vërtet të garantuar. 7 janë pikat në gjithë kryeqytetin ku ndodhet Supermarket Xhangolli. Stacioni i trenit, rruga Sirikodra, liçeni i Thatë, pranë gjykatës së Rrethit Tiranë, tek hipoteka, tek Zoguizi dhe tek rruga Naim Frashëri. Bëni pjesë e Supermarket Xhangollit për të bërë pjesë gjithashtu e ofertave të ndryshme që Supermarket Xhangolli hedh për të gjithë klientët e tij. Nëse ende nuk e keni kartën e klientit, unë ju ftoj që të drejtoheni te kasat e Xhangollit edhe ta merrni, të pajiseni me një të tillë, sepse nëse bëni në të 2000 pikë, ju mund të përfitoni 20.000 lekë të vjetra produkte falas. Atëherë, bëjmë gati tavën që dhe kalim në furrë, edhe susamin. Shohme pas herë, mos nga kalo dhe shumë pjekën tiga. Nuk ka problem se e ha unë atë pjesën që do të kesh skuqur apo pjekur më shumë. Se nuk e dua kështu al sangue. Jo, sangue është komplet gjak. Po edhe gjusën nuk më pëlqen, dua të thekruar shumë. Po do ta provoj, po nuk do ta provoj, nuk ka problem, mund ta bësh si të duash pastaj. Okej. Vjen e provon Sulo, Eni. Okej, daj pjekin pak. Ta lëm dhe shumë, apo? Ja, dhe i mënon, dhe i del edhe gjaku lartë, dhe kalëm dhe ka grau tjetër, dhe pastaj dhe kalëm direkt furrë. Pastaj patatet, çdo procedurë? Patatet dhe skuqim me
Pak vaj ulliri me pomodorinit dhe dëshim me salcë soja. Salcë soja, mirë. Mario, Po, po qatë kanë thënë lidhje me emisionin tonë, qatë kanë thënë e gjatë, kanë para, s'kan para. më kam parë Gjasulja, më kam parë. Më mirë qatë thonë. Gjasulja shumë i mirë, më thanë. Ashtu, po në e vretje, ka në e vretje? Ja. S'ka vretje. O, sa njërës të mirë. Ja dhe Susami, Po. asa i mirë Susami, Iva s'ja ka i den fare mduket, po hajtë. E ja, shqyqytit kanë ty dhe më Njerë mëson kanë ti. ngrënë një pizë në lagje me Susame, shkreta, dhe më thonë të mua i kishin hedhur pizza oriz. Ashtu, e? Po, hangra pizë me Nuk pilav. besoj se e beson ti atë. Po, nuk beson. Ose merr kaq seriozisht. Jo. Gati është? Ta kalim furë, të? Po. Për 10 minuta. 10 minuta qaj kore. Tani bëjmë patatet. Të që me patatë. Atëherë. Shtojmë pak vaj ullirë të tigani. Patatë mund t'i presë në formë ndryshme. S'është problem. Këto patate konsumuar me lëkurë. Po. Nuk u hiqet lëkura. Ja. Veç gjithmonë jemi mësuar të hajnë patate që pa lëkurë, po. Janë disa që janë si të kuqe. Po, ndjoj. Patate ëmbël quhet ajo sa e mirë që është më saj. Është pak e shtrenjtë drejtë, është pak e shtrenjtë. E shtrenjtë është pak. Ato janë të importuara besoj apo? Jo, ka dhe bio. Ka dhe bio? Unë i kam blerë gjithmonë të jashtme. Ku ti ki t'i gjejon ato patate më shatrat e mija që kam rreth rrotull s'ka? Pik Xhangolli more ke? Ke Xhangolli pa tjetër, ati i ka marë. Pastaj, do ti për më shumë informacion, pyet Shumin. Shumi? Pyet Shumin, ku i blen dhe ku drejtohet Shumi për të blerë të gjitha produktet që gatuajnë, që mësojnë kursantët, studentët, të gjithë. Shumë domaten, pomodorinin. Edhe pomodorinin. Edhe askuqim mirë, dhe pak krip. Pak piper. E lejmë derisa të ashtu mos ta trazojmë herë pas herë sepse edhe prishet forma e patates ose pomodorini. Në fund e shojmë me salcë soja. Salcë soja. Mirë, i bëjmë edhe dije të gjithë teleshikuesve që na ndjekin nëse duan të antarësohen për të kuptuar dhe mësuar akoma më shumë për sa i përket kulinaris, ekziston shoqata e ushqimit dhe mirëqenies. Shoqata e ushqimit dhe mirëqenies është ajo shoqatë e cila mundson edhe pranim e shefave të kuzhinës këtu në kuzhinën e programit Mirë se vjen për të gatuar dhe për të sjellë receta të ndryshme për të gjitha ju anvisa të dashura. Nëse ju doni të bëheni pjesë të shoqatës së ushqimit dhe mirëqenies, mjafton që ta vizitoni atë në adresën e Facebookut Shumë Albania ose gjithashtu dhe në sajtin e tyre oficial që është www.shum.al. Nëse ju logon që ka dhe Shef Mario në përparësin e tij e shihni në restorantet ndryshme të kryeqytetit, ju mund të drejtoheni në për ato restorante dhe të përfitoni 10% ulje nga shuma e asaj çka ju keni konsumuar, por gjithmonë nëse ju jeni të antarësuar dhe keni kartën e antarësimit të shoqatës së ushqimit dhe mirëqenies. Pra, edhe nëse nuk keni shefa kuzhine, shoqata e ushqimit dhe mirëqenies arrin të ofrojë për të gjithë ju oferta nga më të ndryshmet, ndaj bëuni pjesë, klikoni, vizitoni dhe merrni sa më shumë informacion. Si që shikon edhe pomodorini ka filluar të skuqet bashkë me pataten. Për 2 minuta bëhet gati që të hedhim me pak salcë dhe salcën e sojës. Dhe hedhim dhe shtojmë dhe pak ujë, që edhe ato të zihen. Për do dhe pak.
është diçka e shishme, drejk është shumë e E mirë. shishme. Shumë e shishme. Mirë se jemi edhe prag fundjavë dhe sigurisht edhe këto receta duhet të jenë çik të duhurat për... Na lejo ta prishim edhe pak dietë në fundjavë. Shtojmë dhe soja. Se jo. Edhe pak Pak ujë. Sa për të krijuar një lloj salce? Sa për të krijuar edhe po, lloj salce po. Pastrojmë dhe vendin se... Pa. E lëshë dhe aromën, po? Që edhe aromën e sojës. Si që dim, patati ka vlerë ushqimore shumë të ushqyeshme. Shumë të mira. Po ashtu dhe pomodorinit, tomatja, salca sojës është dietike. Është gati? Po thoj se gati. Ta bëmë në pjatë? Apo do të presim dhe pak? Ja, do presim dhe pak që të dalë njëtën kohë me bërzollë. Me bërzollë. Do të thoj se është gati. Është gati. Dhe salca është lidhë. Po. S'më pritet tani derisa ta provoj. Po respektoj të lishikuesit dhe provoj në fund. Oke, dhe dhe pjatën e servirës gati. Po lugën apo? Po lugën. Besoj se veçantinë ka keshuar ja me salcën e sojës, Po, ajo është. Ajo e jep gjithësi. Shia e aromën e veçantë, po. Dhe pak. Të shërë dhe bërzollën? Da shofën dhe bërzollën. Miva, të lapa me, në? Lëre. Nuk e prisje që të rinë të këshu patatja. E prisja, Sulose. Po mendova thërë mos bje njerë, po jo, ja doli. Ja njëra rëshkiti, njëra ansore. Ja doli. Nuk arë, nuk arë. Edhe pak. Edhe pak. Rim edhe pak. Mund ta ljem edhe më shumë, varet varësi thash si e konsumojnë. Por Urdhra? Shiko, lërë vetëm atë më mirë, lërë e tjetër në forë. Oke. Ska që sa për të dhënë ideja është kërgjyër. Se unë e dua të pjekur fort. Pa Pera tjetër. kun të kisha unë. Pa tjetër. Ta provoj tani. Ja edhe një minutë. Dhe i vëm mente. Një sekund, një E sekund. mo mirë, se nuk pres dot. Ke balcamin e. Një sekund ma Iva, mos unë zito ashtu. Balsamin jo, po salsën e sojës. Salsën e sojës. Urdhra. Gati. Gati? E bëjmë edhe foton. Shumë nxehtë. Shumë e nxehtë. Shumë e mirë është. Shumë e shishme. Lumë që nduar që Mario. Përndeshë Lumë që duart, edhe pse unë me zi arrit të kuptoj edhe të shijoj, për efekt të gripit, prap dominon aroma e salcës së sojës. Shumë e mirë dhe lumshin duart. Sullo mishin ja tek e ke, bërzollën, nuk po e gacme fare.
Mund të vish, ta provosh, është recetë e cila kanë përshtypjen për të gjitha anvisat mund të zëvend në tryezat e tyre, gatuaj në për të dashurit tuaj, sepse është një recetë jo vetëm e thjeshtë, por gjithashtu ka vlera shumë të mira ushqimore, por dhe është e thjeshtë për të realizuar dhe për të gatuar. Plus pastaj që nuk është se kërkon edhe shumë. Në mungesë të këtyre patateve të vogla që ne kishim, mund të përdoren edhe patate normale, besoj, jo? Mjafton që të zihen, edhe ti kemi të skuqura bashkë me pomodorinë dhe ti shuaj më pas me salcën e sojës. Faleminderit. Ose mund ta bëjmë me formë pureja. Edhe formë pureja. Kombinohet edhe me puren shumë mirë. Faleminderit Shef Mariush, jemi nesër, është e premte, uroj që të kemi diçka tjetër, po kaq të shijshme, që të vi propozim për gjithë anësat. Nesër kemi me peshk recetë, kështu që. Nesër me peshk sula.